Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Shqipëria sot. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. SPAK mbyll hetimet dhe dorëzon gjykat dosjen për bashkiakun e VAUT DS Kristian Shkreli. Disa ditë më parë, prokuroria e posaçme i komunikoi akuzën e korrupsionit në zgjedhje. Do të lidhem për më tepër detaje me kolegun Ervin Leka. Ervin, përshëndes, SPAK tashmë i ka mbyllur hetimet dhe e gjithë puna kalon në duart e gjykatës. Për çfarë akuzohet bashkiaku i VAUT DS? Kristian Shkreli në fakt nga ana e prokurorisë së posaçme akuzohet për sa i përket veprës penale korrupsion në zgjedhje për shkak se në maj të këtij viti atij është sekuestruar dhe një celular dhe të paktën sipas dyshimeve të prokurorisë së posaçme SPAK dyshohet se ka tentuar që të blej vota në favor të Partisë Socialdemokrate të drejtuar nga Tom Doshi, pavarësisht se ishte në radhët e Partisë Socialiste dhe kryebashkiak i VAUT DS. Kujtojmë se me 3 tetor është marrë zyrtarisht i pandehur nga ana e prokurorisë së posaçme, ndërsa tashmë pas 3 javësh pasi ai u mor i pandehur, është bërë edhe kalimi i dosjes në gjykat për të kaluar apo jo në gjykim të dosje dhe kjo do të shqyrtohet edhe nga gjyqtarja Flora Hayredinaj, e cila do të vendos nëse do të marrë apo jo në gjykim dhe të vijojnë seancat gjyqësore për Shkrelin për sa i përket edhe veprës penale të korrupsionit në zgjedhje, ku jo vetëm ai, po janë edhe 3 persona të tjerë që dyshohen për këtë vepër penale në VAUT DS për sa i përket pak para zgjedhjeve të majit dhe atyre se çfarë ndodhi me korrupsionin në zgjedhje. Kujtojmë se Kristian Shkreli është vënë në shënjesër edhe kritikave nga kryeministri Edi Rama pak para zgjedhjeve, ku ju drejtua Kristian mos luaj me 2 porta. Ky ka qenë edhe në fakt mund të themi edhe kritika që është bërë nga kryeministri Edi Rama për shkak të asaj se çfarë gjeti dhe prokuroria e posaçme lidhur me hetimet e kryer për kryetarin e bashkisë së VAUT DS Kristian Shkreli, që tashmë do të përballet në bankën e të akuzuarve në gjykatën e posaçme. Pa diskutim, tani është roli i gjykatës edhe i mbrojtjes bëjmë përballjen e tyre në lidhje me këtë çështje, po pyetja ime është sa është dënimi maksimal për korrupsion në zgjedhje? Nëse nuk ka edhe vepra të tjera penale, mund të shkojë deri në 5 vite, por janë edhe masa plotësuese të tjera, siç mund të jetë edhe përjashtimi në funksione publike, pavarët edhe nga rikualifikimi që mund të bëhet në gjykatën e posaçme, apo edhe për sa i përket mbrojtjes, do të kemi një mbrojtje të Shkrelit për sa i përket edhe këtyre akuzave, pra janë edhe masa të tjera plotësuese përveç burgu që mund të rrezikojë, deri pra dhe masat e shkërguese deri në 5 vjet heqje nga postet publike apo postet të funksionarëve publik. Ervin Leka, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Kryekomisioneri i zgjedhjeve Ilirian Celibashi thotë se zgjedhjet e 11 majit ishin të denja për një vend kandidat për Bashkimin Evropian. Vetëm pak orë pas publikimit të raportit OSBE-ODIHR, kryekomisioneri i dha goditjen finale Sali Berishës në pretendimet e tij për farsë zgjedhore. Në emisionin Real Story në ABC News, Celibashi tha se Partia Demokratike nuk ka dorëzuar ende kontratën me Kris Laçevita për fushatën e zgjedhjeve të 11 majit dhe dokumentacionin për financimin e saj. Pas raportit OSBE-ODIHR edhe kreu i Komisionit Qendror Zgjedhor Ilirian Celibashi i ftuar në emisionin Real Story të Sokol Ballës në ABC News, i dha goditjen finale Sali Berishës për farsën e tij. Ju më përpara keni dhënë një vlerësimin tuaj kur keni thënë që këto zgjedhje janë zgjedhje me standarde të një vendi evropian. Ju i qëndroni asaj që keni thënë? Absolutisht po, edhe pse kjo duket shumë polemizuese, veçanërisht kur ke përballë një qëndrim të kundërt me këtë, i cili përfaqësohet nga opozita. Zgjedhjet kanë prodhuar një qeveri e cila gëzon legjitimitet jo vetëm formal, por besoj është rrjedhoj e kush është vullneti i votuesve shqiptar. Pra farsë nuk pati. Unë këtë nuk mund ta them në mënyrë absolute njerëse. Nëse do ta pranoje që kishte një farsë, atëherë nuk do të isha akoma në krye të KQZ-s. Në krye të KQZ-s. Por Celibashin nuk e prek doktori në plag, aty ku vërtet i dhëmb, ku është kontrata për ish fushatuesin e tij, Kris Laçevita. Gjitha partitë politike që morën pjesë në fushat zgjedhore akoma nuk e kanë depozituar. Po sepse kam përshtypjen lidhet me datën. PDI-ja, nëse nuk gaboj. Kam përshtypjen lidhet me datën kur certifikohet rezultati, se fillon nga data e certifikimit të rezultatit. Nuk e di po. Fushata e kanë shkelgjë afatin? Akoma jo. Absolutisht jo. Se kanë shkelë akoma, kanë kohë.
Raporti OSBE-ODIR e mbylli edhe 11 majin. Kreu i Komisionit Qendror është më shumë i interesuar me çfarë do bëhet. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike do ulen në reformë zgjedhore dhe i bashkon një pikë, sistemi. Rama kërkon 101 deputet, opozita s'dihet çfarë kërkon. Për Celibashin konsensusi duket i vështirë, por mendon se më tepër humbim partitë e vogla. Është e qartë, nuk ka nevojë që ta them unë, sepse është matematikë e thjeshtë, ulet probabiliteti për të marrë një vend në kuvend. Sot ke 140 mundësi, do të kesh 100 apo 110 nëse do të shkojmë tek ai lloj sistemi. Ai vendos t'i bëjë një asist tjetër doktorit për komisionet zgjedhore, për të mos përjashtuar Partinë Demokratike, kundërshton idenë e Partisë Socialiste. Majoranca ka si ide, me të paktën nga çfarë është artikuluar edhe nga drejtuesit e majorancës, mendon që do të ishte zgjidhje më mirë që të ishin në punës të shërbimit civil, gjë që në gjykimin dhe vlerësimin tim nuk mendoj që do të funksionojë. Pse? Ne akoma nuk kemi në stadin ku partitë politike dhe veçanërisht opozita të jetë e përjashtuar tërësisht nga administrimi i procesit. Shumica e antarësisë tjetë e përzgjedhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe ndërkohë partitë kanë dhe ato të paktën nga një. Raporti OSBE-ODIR ndryshe nga herët e tjera është i vagullt, por në vlerësime nxjerr një fitues të madh, Ilirian Celibashin. Kreu i Komisionit Qendror Zgjedhor këtë medalje nga ndërkombëtarët ja var votës së diasporës, pavarësisht ngërçit me kontratën e DL-s, i vë votën që nuk ja jep as vetes. Gati 10. Një tjetër ish zyrtare drejtuese e pakënaqur nga Sali Berisha i largohet demokratëve për të gjetur vend në administratën socialiste. Ish kryetarja e degës Partisë Demokratike në Sarandë, Manjola Cikuli Nikolo, emërohet nën kryetare e bashkisë në këtë qytet. Në zgjedhjet e 11 majit, ajo nuk mori një vend në listën e sigurt, edhe pse ishte renditur e treta në primaret e Sarandës. Manjola Cikuli Nikolo i bashkohet Zheni Gjergjit dhe Gencë Dero Memajt që kanë ikur më herët nga Partia Demokratike drejt administratës qeverisë Rama. Operacioni demokrati që duam nuk ndalet. Ish kryetaria e Partisë Demokratike në Sarandë, Manjola Cikuli Nikolo, ka pranuar ofertën e Partisë Socialiste për të mbajtur postin e nën kryetares së Bashkisë Sarandë, drejtuar nga Oltion Caci. Nikolo, deri në mars të këtij viti, ishte kryetare e degës së Partisë Socialiste në Sarandë, e zgjedhur me vot nga demokratët që prej procesit të rithemelimit. Ajo e la postin si kush statutor për të kandiduar në primaret e Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës. Nikolo mori 446 vota duke u renditur e treta pas rivalitetit të fortë me deputeten e partisë Sina Zhupa dhe Atirt Hoxhën. Nuk ja doli të ishte në listën e mbyllur të Partisë Demokratike në Vlorë, ndaj u tërhoq edhe nga lista e hapur e kandidatëve. Kështu, Manjola Cikuli Nikolo i bashkohet Gencë Dero Memajt në Vlorë dhe Zheni Gjergjit në Elbasan, si zyrtare Partisë Demokratike që i bashkohet Partisë Socialiste në administratën shtetërore. Operacioni në Sarandë ka filluar me herët. Në muajin janar, Bashkiaku Socialist Caci emëroi si drejtor të shërbimeve publike ish kandidatin për deputet të Partisë Demokratike dhe këshilltarin bashkiak opozitar Joli Odine.
Punimet në autostradën Tiranë-Durrës po ecin me ritme të shpejta. Një segment i rëndësishëm për lëvizjet nga Tirana drejt aeroportit Rinasit, ai nga kthesa e Kamzës deri pranë mbikalimit Kasharit, do të përfundojë në fund të këtij viti. Zëvendës kryeministria Balluku tha se kanë mbetur edhe 200 metrat e fundit pranë mbikalimit Kasharit. Loti i parë i autostradës Tiranë-Durrës me gjatësi prej 6 kilometrash, i cili nis nga kthesa e Kamzës deri tek mbikalimi i Kasharit, do të hapet për qarkullim në fund të muajit dhjetor. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku inspektoi kantierin, ndërsa theksoi se punimet po ecin me ritëm të shpejtë. Sigurisht kemi dhe dy nyje të lidhse, njërën me Laknasin dhe tjetrën ura e re që do të ndërtohet për njëra nga hyrjet në Rinas, pasi Rinasi tashmë ka shumë hyrje dhe e gjitha kjo ne shpresojmë që pa dy hyrjet sigurisht ta dorëzojmë pra fazën e parë dhe fazën e dytë ta dorëzojmë për akses në fund të muajit dhjetor. Sigurisht duke bërë një ajustim të trafikut, pasi nga 4 korsi, pra 3+1, që është emergjenca, do duhet që të kaloj në pjesën e ngushtë, pra tek pjesa e pas mbikalimit Kasharit, por që ajo është në planet tona për të zgjeruar sa më parë. Segmenti i parë i Tiranë-Durrës transformohet tashmë nga një superstradë në një autostradë tipit A me 4 korsi. Tashmë autostrada Tiranë-Durrës në 6 kilometrat e para, duke nisur nga Casa Italia dhe deri në mbikalimin e Kasharit, kthehet në një autostradë të tipit A me një kuror 32.5 metra gjerësi. Kemi 3 korsi nga 2 akrahët plus një korsi emergjence që e bën me 4 korsi nga të 2 akrahët. Ecuria e projektit është shumë e mirë. Një element i rëndësishëm i projektit parashikohet që të jetë edhe integrimi i gjelbërimit përgjatë gjithë aksit. Kemi komplet plane tjera për gjithë arredimin urban, por edhe për gjelbërimin e autostradave, madje kemi nisur nga puna edhe për të bërë një ndryshim brenda tuneleve të Shqiponjës, për sa i përket arredimit, duke qenë se janë hyrja zyrtare e Tiranës. Pritet që në përfundim të 2 fazave të para, trafiku në këtë segment të autostradës të lehtësohet ndjeshëm, duke përmirësuar lëvizjen e automjeteve ndërmjet Tiranës dhe Durrësit e jo vetëm. Rreshjet e shiut të rëna gjatë gjithë natës dhe orët e para të ditës së sotme kanë krijuar probleme në aksin rrugor nacional Burrel-Skuraj. Në segmentin e Shkopetit pati shembje të një masivi shkëmbor, i cili bllokoi njërin krah lëvizjes automjeteve nga Burreli në drejtim të Milotit. Megjithatë, nuk u pengua lëvizja automjeteve, ndërsa firma mirëmbajtëse ka ndërhyrë duke bërë kështu të mundur edhe largimin e gurve dhe qarkullimin e automjeteve normalisht. Segmenti i Shkopetit në rrugën nacionale Burrel-Skuraj vazhdimisht është problematik nga rreshjet. Megjithatë, dhe nga pamjet shohim se ndërhyrja tashmë është kryer. Në Fier ndërkohë kanë nisur puna për rikonstruksionin e trotuareve në unazën lindore të qytetit. Banorët aty e vlerësojnë ndërhyrjen, ndërsa thonë se rruga është e rrezikshme për ta për shkak të mungesës së trotuareve dhe ndriçimit. Do të lidhemi një herë me kolegen Valbona Davidi. Valbona, të përshëndes, sa i rëndësishme është kjo ndërhyrje? Tepër e rëndësishme sepse lidhet direkt me sigurinë e jetës së banorëve. Janë mijëra banorë në fakt të lagjes dhe Bishanak, Sheqi Vogël dhe Sheqi Madh, por edhe të lagjes 1 Maj, kryesisht pjesa lindore, pra lagjet lindore të qytetit të Fierit, të cilët e frekuentojnë të rrugë dhe përshkojnë pothuajse disa herë në ditë për të kryer apo për të kryer blerje, shërbime, për të marrë shërbimet, por edhe për të kaluar nga njëra lagje në tjetrën, por edhe për të udhëtuar. Krahas banorëve të zonës janë edhe drejtuesit e automjeteve, udhëtarët të cilët e frekuentojnë, sepse është një aks tepër i frekuentuar, duke qenë se është nyje lidhse mes autostradës Lushnjë-Fier dhe segmenteve kombëtare të jugut të vendit, pra është krahas bypassit të Fierit sigurisht, por që është tepër i frekuentuar sepse për automjetet të tonazhit të rënd apo për automjetet të cilët janë detyruar të kalojnë pikërisht në këtë pjesë të qytetit, në unazën lindore, ky segment është le të themi e vetmja mënyrë kalimi. Ndërkohë, kur flasim për rrezikun që u kanoset në fakt banorëve, pikërisht ata janë më të rrezikuarit,
sepse mungojnë trotuarët. Pra në një farë mënyrë trotuarët në këtë segment rrugor, në pjesën e unazës lindore të qytetit, e cila ka të paktën 15 vjet që është ndërtuar në këtë gjendje, pra segment kryesisht për automjetet, por jo i përshtatshëm për kalimtarët, është e rrezikshme sepse jo vetëm që mungojnë trotuarët, por në orët e vona të mbrëmjes kur banorët e lagjeve në këtë zonë kërkojnë apo tentojnë të përshkojnë këtë segment rrugor, janë të detyruar ose janë detyruar të kalojnë në pjesën e rrugës aty ku kalojnë automjetet dhe nuk kanë munguar aksidentet fatale, duhet ta themi këtë. Kështu që ky investim për trotuaret në të dy anët e rrugës, rikonstruksionin e tyre, por edhe plotësimin e trotuarëve aty ku mungojnë për shkak të zaptimit nga të hapësirës publike, që është hapësirë publike në rastin konkret, por edhe pajisja me ndërtësim në të dy anët e rrugës, duket se do ta zgjidhë këtë problem përfundimisht dhe të parët që po e shohin janë banorët e lagjes, sheqi vogël dhe sheqi madh, të cilët i kemi intervistuar dhe mund të ndjekim. Kjo rrugë është pa ndriçim, ka nevojë për ndriçim për kalimtarët se pengohen dhe trotuari diku është i rregull, diku s'është. Më ka nevojë për rregullim total. Dalim dhe rrugë dhe rrezikojmë dhe nga makinat. Ky projekt ishte i shumë pritur për banorët e zonës, për të gjithë njerëzit që lëvizin në këtë rrugë. Në ditë dhe bere 5 herë, edhe bjerë teja të shoqet, jo të marrë ushqime, marrë... Pra, ke frikë që të është rrugë kryesore, apo jo? Po. Duket se në unazën lindore të Fierit janë bërë disa ndërhyrje me këtë lëvizje, e kam fjalën për lirimin e hapësirave publike të zaptuara, punimet në këto trotuare. Kjo është në plan në fakt, Habi, po. Punimet në këto trotuare, ndriçimi po ashtu i rëndësishëm për qytetarët, po Valbona. Është një projekt i cili sapo ka nisur, ka disa ditë që ka nisur të zbatohet, ka filluar në rrethrotulimin e sheqit dhe pritet të përfundojë në rrethrotulimin që ndodhet pranë ish qytetus në Fier, pra në segmentin Aulona që lidh në fakt Fierin me qafën e Koshovicës dhe më pas me Levanin dhe pjesët dhe segmentet kombëtare Levan Flor dhe Levan Tepelen. Është parashikuar në fakt që të bëhet edhe lirimi i hapësirave publike, ky do të jetë në fakt një aksion të cilin bashkia do ta ndërmarrë në ditët në vazhdim apo në javët në vazhdim, sepse për të realizuar projektin ka hapësira të cilat do duhet të lirohen nga zaptimet që mund të jenë bërë nga muret rrethues apo edhe nga objekte të tjera të cilët me leje apo pa leje kanë cënuar këtu në këtë rast hapësirën publike që ndikon direkt tek siguria e jetës së qytetarëve. Pa diskutim, investimet në infrastrukturë janë gjithmonë të rëndësishme në këtë rast për mira banor të asaj zone. Valbona Davidit, falenderoj shumë për këtë raportim drejt për drejt në lidhje me këtë zhvillim për sa i përket qytetit Fierit. Rreth 400 milion lek do të investohen për të rikonstruktuar rrugën nga Kolonjë Golem në Gjirokastër. Në fakt, punimet parashikohet përfundojnë për rreth një vit e gjys, duke lehtësuar lëvizjen e banorëve të zonës dhe zhvillimin e turizmit në të. Lidhem me kolegun Elidon Berberi. Elidon, përshëndes. Çfarë parashikon kjo lëvizje, rikonstruktohet kështu rruga e Gjirokastrës, mjaft e rëndësishme edhe për sa i përket zhvillimit turizmit, se Gjirokastra është e lidhur fort me turizmin. Përshëndetje dhe konkretisht bëhet fjalë për një nga akset që është konsideruar më problematiket në bashkinë e Gjirokastrës dhe konkretisht ajo që lidh zonën e Kolonjës me të Golemit, një aks rural ky i cili ka qenë problematik edhe përpara viteve 90 ku si pasojë sidomos në stinën e rreshjeve dhe gjatë dimrit, por herë ky aks rrugor për shkak të shkarjeve të dheut ka qenë i bllokuar dhe detyrimisht dhe për fat të keq banorët e këtij komuniteti kanë qenë të detyruar të presin deri në hapjen e rrugës nga institucionet përkatëse, madje e kanë patur edhe të pamundur edhe lidhjen atyre jo vetëm me Gjirokastrën, por edhe me zonat e tjera përreth kësaj aksi rrugor. Bëhet fjalë për një investim i cili ka vlerën prej gati 400 milion lekë të reja, që vjen si bashkëpunim midis Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe Bashkisë Gjirokastrës, e cila po ndërhyn jo vetëm në zonën urbane, por edhe në zonat rurale, të cilat konsiderohen tashmë si pjesë e pandarë e
këtij qyteti, kjo referuar edhe faktit që në Gjirokastër përshtrihet ndjeshëm edhe turizmi rural. Pra nuk kemi të përqendruar vetëm turizmi në qytet, në zonën historike të Gjirokastrës, por edhe në zonat përreth saj. Është një aks rrugori i cili ka një gjatësi prej 7.6 kilometra. Aktualisht jemi në fazën e parë të punimeve, të cilat parashikohen të përfundojnë brenda apatit kohor të 18 muajve. Kanë qenë burime nga Bashkia e Gjirokastrës, të cilat kanë bërë me dije se ky aks rrugor do të përfshijë në punimet e tij jo vetëm shtrimin brenda kushteve edhe atyre që parashikon projekti, por njëherë do të kemi edhe disa vepra arti të cilat do të ndërtohen midis këtij segmenti që siç e thash është 7.6 kilometra, ndërsa është aktualisht duke u kryer hapja e kanalizimeve për sistemimin e ujrave dhe apo prejmëve të cilat vijnë nga shpatet e maleve, ndërsa do të bëhet edhe mbrojtja anësore e shpateve të maleve, të cilat gjithmonë si pasojë e rreshjeve të shiut kanë patur shkarje dheu dhe detyrimisht edhe për fat të keq kanë bllokuar këtë aks rrugor. Janë pritshmëri shumë pozitive, të paktën nga ajo që shohim deri në këto momente, se siç e thash, që Gjirokastra nuk ka vetëm turizmin e zonës historike, por edhe atë të zonave rurale, ku përpos lehtësimit edhe qarkullimit që do të afrohet këtyre banorëve, do të kemi për një herazi edhe një punësim mjaft të lartë të banorëve të këtij komuniteti, por edhe çeljes së bizneseve të cilat tashmë po shtrihen në të gjithë qarkun e Gjirokastrës, ku përfshi këtu edhe Tepelenën, edhe Përmetin, duke ju referuar dhe patur parasysh faktin që janë me dhjetra bujtina të cilat po hapen tashmë në të gjitha zonat rurale, të cilat janë shumë të preferuara nga turistët e huaj, të cilët përpos historisë të qytetit Gurt njihen edhe dëshirojnë të njihen edhe me zonat rurale, me kulinarinë atyre, me ambientin, historinë edhe kështu me radhë. Po ka qenë edhe në kryetaria e Bashkisë së Gjirokastrës Amarilda Lela, e cila ka dhënë më shumë detaje mbi këtë projekt. Bashkia e Gjirokastër nuk ka në fokus vetëm zonën urbane, por një rëndësi të veçantë për ne ka edhe zona rurale. Aksi që po ndërhyet momentalisht nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit është rruga Kolojnë-Golem. Projekti është blerë nga buxheti i Bashkisë Gjirokastër, punimet po kryhen nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Ky ka qenë një aks problematik për shumë vite, me rrëshqitje, me pengesa që bënte vështirësi të lëvizshmërisë të banorëve. Është një ndërhyrje shumë e rëndësishme sepse krijon lehtësi në lëvizjen e banorëve, mundësi turizmi, zhvillim të agroturizmit, kemi ndërtimin e bujtinave në zonën e Golemit, për të pas një mikpritje tradicionale, mundësi punësimi gjithashtu si nga zbatimi i kontratës, po si dhe nga hapja e bujtinave që krijon zhvillim për zonën rurale. Ne ndoqëm kështu nënkryetaren e Bashkisë Gjirokastër Amarilda Lela, e cila ka folur për mikrofonin e ABC News përmes gazetarit tonë Lidon Berberi. Lidon, një tjetër ndërhyrje e rëndësishme në infrastrukturë që lidhet ngushtë me zhvillimin ekonomik dhe me turizmin. Falenderoj shumë për këtë raportim. Jemi me një zhvillim minutave të fundit. Njëri është ekstraduar nga Spanja, i akuzohet nga SPAK se korruptoi një policë dhe vodhje 200.000 litra naftë në portin e Durrësit. Më tepër detaje na jep edhe një herë kolegu Ervin Leka. Ervin, ekstradohet nga Spanja 31 vjeçare. Për çfarë akuzohet? Bëhet fjalë për Eugene Kokën, 31 vjeçar, i cili në muajin shkurt dyshohet se bashkë me disa persona të tjerë kanë mundur që të korruptojnë punonjës të portit të Durrësit dhe të futen brenda ambienteve të portit dhe më pas të vjedhin një sasi prej 200.000 litra naftë nga një anije ankoruar në portin e Durrësit, që dyshohej se kjo naftë ishte sjell kontrabandë dhe pavarësisht se ishte bërë ndalimi i kësaj anije në portin e Durrësit, kanë mundur që të deportojnë dhe më pas të vjedhin sasinë prej 200.000 litra naftë, ndërkohë që më herët janë arrestuar edhe 6 pjesona të tjerë, pjesëtar të ekuipazhit të kësaj anije, kryesisht 5 shteta sirian dhe 1 shqiptar, dhe anija vinte nga Tunizia, ndërsa u zbulua nga Guardia di Finanza pozicionuar në portin e Durrësit edhe sasia e kontrabanduar e kësaj nafte, që më pas me ndërhyrjen e Eugene Kokës, por edhe personave të tjerë, pasi në kërkim vijon tjetë Sergio Sula, po ashtu banues në Durrës, kanë mundur që të hynë brenda ambienteve të portit dhe pavarësisht se kishim një sekuestër të kësaj anije, kanë mundur që të nxjerrin sasi
cilësinë e konsiderueshme të naftës dhe më pas dyshohet se kanë fshehur për ta tregtuar. Siç e theksuam, pra është pjesë e një grupi prej afër 6 personash, si të cilët janë 5 shteta sirian dhe 1 shqiptar, ndërsa një tjetër vijon të jetë ende në kërkim. Për Eugene Kokën pritet që të vlerësohet edhe masa e sigurisë, pasi dyshohet për veprat penale të korrupsionit aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike, por edhe personale, edhe akuza pra tjetër e vjedhjes dhe kontrabanda me mallra të cilat paguhet akuzë. Janë këto 3 vepra penale për cilën do të dalë në gjykatën e posaçme për të vlerësuar edhe masën e sigurisë, arrest me burg që është vendosur më herët në muajin shkurt të këtij viti për Eugene Kokën. Edhe një moment, Ervin, së bashku, nëse 31 vjeçari Eugene Koka ka pasur më herët precedent penal? Në fakt nuk rezulton këtë pasur precedent më parshëm penal, ndërsa pasi u zbulua nga ana e policisë së shtetit se bëhej fjalë pra për 31 vjeçarin Eugene Koka, i cili ka vjedhur edhe këtë sasi nafte në bashkëpunim me persona të tjera, ai ka mundur të largohet në drejtim të Spanjës, ku ka qëndruar në Madrid dhe pak muaj më parë është kapur nga Interpol Madrid me informacione të policisë shqiptare dhe tashmë është bërë i mundur edhe finalizimi i ekstradimit, ku pritet të dalë në gjykatën e posaçme për njohjen e masës së sigurisë. Ervin Leka, të falenderoj edhe për këtë raportim edhe për këtë zhvillim të minutave të fundit. Ne do të kthehemi vetëm pas pak për të ndalur tek të tjera zhvillime. Jemi rikthyer në studio, po ndiqni Shqipëria sot. Në Vlorë shumë të rinj po zgjedhin studiojnë në shkollat profesionale. Kjo edhe për shkak të punësimit më të shpejt. Sipas drejtorit të shkollës industriale Pavarësia, rritja e kërkesave për fuqi punëtore po shton edhe numrin e nxënësve në këtë shkollë. Do të lidhem drejt për drejt me kolegun Elton Nika nga Vlora. Elton, përshëndes, gjithnjë më tepër shkollat profesionale po bëhen një drejtim apo një zgjedhje më e shpesht. Në këtë rast, cilat janë degët, po themi, më të preferuara? Kjo është e vërtet, duket se tashmë të rinjt janë duke orientuar drejt arsimit profesional, një fakt i tillë pranuar edhe nga drejtori i Shkollës Industriale Pavarësia në qytetin e Vlorës. Janë disa deg, por mund të themi që ajo që tërheq më tepër të rinjt është elektronika dhe IT-ja, të cilët janë edhe degët më të rëndësishme, të cilat kanë tërhequr të rinjt për të studiuar në shkollat profesionale. Padyshim që janë edhe degë të tjera të cilat janë të lidhura kryesisht me tregun e punës apo dhe me ato që çfarë ofron qyteti i Vlorës, jo vetëm gjatë sezonit veror, por edhe gjatë periudhave të tjera të vitit. Në komunikimin që patëm me drejtorin e shkollës industriale, më është konfirmuar që pikërisht tregu i punës mbetet një nga shkaqet kryesore që ka sjell rritjen e numrit të rinjve drejt arsimit profesional, por nuk është i vetmi. Ndërkohë që gjatë zhvillimit të shkollës, kujtojmë që arsimi profesional është 4 vjeçar, pra gjimnazi është 4 vjeçar, gjatë viteve të shkollës, të paktën pas përfundimit të vitit të parë, nxënësit përveç praktikës kanë mundësinë edhe të punojnë në subjekte të veçanta, duke marrë ndoshta edhe një eksperiencë pune, edhe pse janë duke zhvilluar edhe mësimin profesional në shkollat e tyre, në këtë rast në Shkollën Industriale Pavarësia. Risia për këtë vit është padyshim edhe çelja e një kursi, nëse mund të themi më njëherë, mbas përfundimit të arsimit 4 vjeçar, i cili u jep mundësinë të gjithë të rinjve të cilët mbarojnë pikërisht arsimin profesional të punojnë në sektor të ndryshëm dhe që janë të lidhura kryesisht me investimet kryesore të cilat janë duke implementuar në qytetin e Vlorës dhe që padyshim këto investime kanë bërë që të rritet edhe kërkesa për fuqi punëtore dhe pikërisht për profesionistë. Megjithatë, nëse mundemi të ndjekim dhe një pjesë intervistës së drejtorit të Shkollës Industriale Pavarësia, Gentian Boçi. Gjatë njëjtës kohë, nxënësi mbaron merr dhe diplomën si gjimnazist, diplomë të maturës shtetërore, me mundësinë e vazhdimit të shkollës së lartë kudo dhe merr dhe certifikatat ku e treta është e barabartë me licencën, pasi nxënësi mund të licencohet të punojë në profesionin përkatës. E dyta është kërkesa e madhe e tregut punës, sidomos në Vlorë. Një kërkesë që unë mendoj se vit pas viti do rritet dhe këto 2-3 vite e para do jetë në 2 fishim e sipër, pasi në qytet ka plane zhvillimore të cilat përputhen të gjitha me drejtimet e shkollës tonë. Dhe arsyeja e tretë është njerëzit, prindërit sidomos, po tashmë po e kuptojnë që të pasurit një profesion është baras me një jetë më të mirë. Kurrikullat janë të evoluara, të përshtatura me
zhvillimet e shkencës dhe teknikës dhe të tregut. Gjithashtu brenda një deke ne zgjedhim profile të ndryshme në përshtatje me kërkesat e tregut. Nëse një shembull i thjeshtë, nëse para 10 vjetësh nuk bëj fjalë për panele diellore, sot ne kemi një profil për panele diellore. Edhe kështu me radhë për të gjitha profilet. Ne vazhdojmë të kemi 5 degët, mekanikë përgjithshëm, mekanikë automobili, elektroteknik që për mua është një degë prioritare, IT dhe termohidraulik. Duket se gjithnjë më tepër shkollat profesionale po afrohen me tregun e punës. Dua të pyes Elton nëse ka biznese që këto shkolla profesionale në qytetin e Vlorës i shohin si vende ku shkojnë për tërhequr më pas forcë punëtore. Pa dyshim që po, dhe mund të themi që në lidhur me atë që përmenda dhe pak më parë, biznese kanë të lidhura, nëse mund të themi, marrëveshje me vetë shkollën, ku nxënësit gjatë zhvillimit të mësimit ose kur përfundojnë vitin shkollor, gjatë kohës së verës punojnë në këto biznese, edhe pse nuk e kanë përfunduar ende arsimin profesional. Pra për të qenë gati që nesër të jenë për tregun e punës, pra të jenë jo vetëm të arsimuar, por edhe në mënyrë profesionale të jenë gati për të përballuar kërkesat që ka tregu i punës në qytetin e Vlorës. Elton Nikat, falenderoj për këtë raportim. Policia shqiptare ktheu mbrapsht në Rinas një imam të huaj 82 vjeçar duke i refuzuar hyrjen në vendin ton. Agjentët e policisë morën në pyetje klerikun që vinte tranzit nga Serbia në Rinas. Imami nga Trinidad Tobago nuk dha arsye bindëse për hyrjen në Shqipëri, ndërsa në rrjetet sociale ishte njoftuar më herët se ai vinte për të mbajtur ligjërata fetare. Policia kufitare e Rinasit i ka refuzuar hyrjen në Shqipëri Imam Imran Nazar Hosein, i cili njihet për ligjëratat e tij fetare. 82 vjeçari ka mbritur në aeroportin e Rinasit rreth mesditës nga Serbia, ndërsa policia kufitare e ka marrë në pyetje në vijën e dytë të kontrollit, lidhur me arsyen pse do të vizitonte Shqipërinë. Mësohet se Imran Nazar Hosein ka deklaruar se në Shqipëri do të vinte për të mbajtur ligjërata, por kjo arsye nuk i ka bindur oficerët e policisë kufitare. Në fakt, njoftimet për ardhjen e tij në vendin ton ishin bërë edhe në rrjetet sociale, ndërsa agjentët e policisë nuk janë bindur për arsye të ardhjes së tij në vendin ton. Në këto kushte, duke mos dhënë shkaqe bindëse të tjera, lidhur me vizitën në Shqipëri, Imran Nazar Hosein i është refuzuar hyrja në vendin ton. Ai është kthyer mbrapsht për në Serbi, vend ky që ai kishte përdorur për të udhëtuar tranzit nga Bosnia-Hercegovina. Imran Hosein, i lindur në 1942, nga prindër pasardhës të cilëve kishin emigruar nga India, është një predikues dhe autor i disa botimeve islamike. Ne kemi mbritur kështu në fund të Shqipëria sot, ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku mund klikoni në çdo kohë dhe të njihni aty me lajmet më të fundit nga vendi rajoni e botë, apo dhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, vetëm pas pak vjen edicioni i mesditës. Vjoni qëndroni me ABC News.